Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi në fundjavë dhe gjatë fundjavave kemi bërë si zakon që të përgatisim ndonjë recetë me brumra. Sot së bashku do të përgatisim gjevrek ose simit, një recetë turke, por tejet e shijshme dhe e di që shumica nga ju i pëlqeni sepse shumë edhe e keni kërkuar recetën. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 400 ml me ujë. Ju lutem bëni kujdes gjithmonë, uji duhet të jetë i vakët, asnjëherë shumë i nxehtë, sepse do ta prish majën e bukës. Herë pasi e shtojmë ujin, do të shtojmë një lugë gjelle me sheqer dhe një lugë gjelle 7 gram maja buke të thotë. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 14 gram. Përzijmë mirë dhe presim 2-3 minuta që maja të aktivizohet. Tani që maja e bukës ka pushuar për 2-3 minuta, vazhdojmë që brenda të shtojmë 100 ml me vaj. Edhe një herë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin. Si në çdo video recetë, edhe në këtë video do t'ju them përsëri, bëni kujdes me mielin, sepse masa e mielit gjithmonë ndryshon nga lloji i miellit që po e përdorni. Mielin gjithmonë e shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar në varësi të brumit që po e përgatisim. Por prefërsisht dikon 650 deri në 700 gram miell do të na duhen për të formuar këtë brum. Shtojmë tani një pjesë nga mielli, një pjesë e largojmë anësh, do ta shtojmë pak nga pak. Vazhdojmë dhe e shtojmë krypën, një lugë të mesme me kryp. Dhe vazhdojmë tani me dorë që ta përsijej mirë një herë, që të lidhet pak mielli me produktet që janë më të holla pra. Dhe do të vazhdojmë tani këtu që të shtojmë edhe pak gjalp për ta formuar brumin e këtyre simitve ose gjevrikave. Shtypne kështu mirë që brenda mos të formohen kokra dhe të na bëhet një brum i mirë dhe i lemuar. Shtojmë mielin pak nga pak, edhe pse se kam zakon që t'i zgjas shumë videot kur përgatis brum, por shumica nga ju më keni shënuar që t'ja bëj videon hap pas hapi edhe duke e shtuar mielin. Tani, pasi e shtojmë pjesën e mbetur të miellit, vazhdojmë dhe brenda të shtojmë një lugë gjelle gjalp të zbutur në ambient dhume. Gjalpi është i zbutur mirë, ashtu duhet që të mundemi të ngjeshim brumin mirë dhe të sigurohemi që gjalpi do të futet në tër brumin. Vazhdojmë tani duke e ngjeshur për disa minuta, duke e përzier mirë. Sa më gjatë i ngjeshim brumrat, aq më i mirë del rezultati në fund. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur për disa minuta derisa është formuar një brum kështu mesatarisht i butë dhe zakonisht në brumra kur shtojmë gjalp është shumë lehtë ta kontrollojmë sepse do të shkipet lehtë nga jena ku po punojmë, po ashtu shkipet lehtë edhe nga dora. Mua në total më deshën 680 gram për ta formuar brumin e këtyre simitve. Tani brumin sipër e mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që të aktivizohet në ambient të dhume, diku prefërsisht 30 deri në 40 minuta, derisa shohim që është të pishuar. Ndërkohë që brumi aktivizohet, bëheni gati susamin. Për gjevrikat do të kemi nevojë susam pak më tepër. Unë këtu në total kam 200 gram susam, por susamin e kam skuqur në një tigan, i cili nuk ngjet në zjarr mesatar, diku për 5-7 minuta, derisa ka marrë këtë ngjyrën e kuqremt. Nëse nuk ju pëlqen susamin ta skuqni, mund ta bëni edhe me susamin ashtu direkt si është, por provojeni dhe skuqeni. Do të bindeni në aromën më të mirë që do të marrin simitat. Tani që brumi ka pushuar dhe është aktivizuar mirë, vazhdojmë dhe ta punojmë. Shtrojmë pak miell tani në tavolinën ku do të punojmë. Dhe vazhdojmë tani që të ndajmë kuleç më të vegjël. Unë në total do të largoj dikund 9 pjesë nga ky brum, pra 9 gjevrik. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund të fishoni gjitha masat cilat unë i paraqita gjatë përgatitjes të kësaj videoje. Vendosa përsëri të bëj pak më të mëdha dhe largova 8 copë, jo 9,
Por nëse keni dëshirë, mund të bëni edhe në më të vogla dhe të bëni nënt, por unë duhet që duken tamam si gjevrek. Tani vazhdojmë i lëmojmë në këtë mënyrë, duke ja dhënë një formë të mirë rrumbullake. Mos shtroni shumë miell që mos forcohet shumë brume. Kulaçt i kemi gati, vazhdojmë tani t'i punojmë. Para se të vazhdojmë që t'i hapim kulaçt, vazhdojmë që ta përgatisim lyerjen e gjevrikëve. Do të kemi nevojë për pekmez. Nëse nuk keni pekmez, zëvendësojeni me mjaltë ose me ujë. Por me pekmez marrë një shije jashtëzakonisht të mirë. Mund ta bleni të gatshëm nëpër supermarketet më të mëdha. Mua më ka përgatitur në shtëpi një mikja ime. Do të vazhdoj që të shtoj diku 3-4 lugë gjelle në një më të madhe. Pekmezi duhet të hapet me ujë, shtojmë 50 ml ujë, gjysmë gote çaj. Dhe përzijejmë mirë. Dhe tani vazhdojmë që të punojmë shpejt. Vazhdojmë tani me duar që t'i hapim njëherë t'holla dhe t'gjata. Mos i bëni edhe shumë t'holla, sepse këto do të hollohen tani në duar, kur t'i lyejmë në pekmez edhe në susam, do zgjaten. Merrni njërën pjesë, me gisht, hapne në këtë mënyrë, rrotulloni pjesën tjetër, futeni brenda, mbylleni mirë. Dhe merrni në dorë tani dhe lëmoni pjesët ku e keni mbyllur. Tani e merrni në duar dhe e hapni pak lehtë. E tani vazhdojmë të rrotullojmë. Njëherë në pekmez, rrotulloni mirë, dhe nga pekmezi vazhdojmë në susam. I rrotullojmë mirë në susam në gjitha anët. Në një tepsi kisha vend vetëm për 6 gjevrek. Dhe 2 gjevreket e tjera do të vazhdoj edhe t'i vendos në tepsin tjetër. Tani vazhdojmë që t'i pjekim me njëherë. Fura është e parangruhur mirë në 220 gradë dhe vazhdojmë i vendosim brenda që t'na pyqen gjevreka diku pravirsisht 20 deri në 20 minuta. Nëse ju duken të trash, mund të vazhdoni tani t'i tërheqni edhe pak që të bëhen më të hapura në mes dhe ta ruajnë më mirë formën gjatë pjekjes. Tepsia e parë me gjevrek është gati, vetë se e kam larguar nga fura. Aroma është atë që kanë shme tani në shtëpinë time dhe menzi po pres që t'i provoj. Do të pres që t'pjekjet edhe tepsia tjetër dhe nëse si në çdo video recet, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.